Momentin sot doja kushtojmë pensionistëve, me që edhe unë kam edhe shumë ndjekës të moshës tretë. Kam lexuar sot një lajm për pensionistët në gjithë kontinentin e Europës. Ishte bërë një renditje dhe e nxirrte se sa përqind të shpenzimeve mujore mbulon pensionisti me pensionin e tij. E kishte publiku lajmin Euronewsi. Kujdes, Euronewsi Europës, Euronewsi këtu, se Euronewsi Shqipërisë thotë që pensionistët kanë shumë para, se ashtu do i di Rama. Siç nxirrte atë, keni pa, nuk bën mos sondazhe që thoshte 90% e shqiptarëve, ai barometri, 90% e shqiptarëve duan atë reformën drejtësi, nuk e nxirr më atë. Kështu që Euronewsi i Europës ka publiku të dhënat që janë studimet mirë filta, se po e gjej pak këtu në telefon se që t'i themi sakt lajmin, edhe na dilte që pensionistët tonë, këto miqt që më ndjekin mu këtu, pra pensionistët shqiptar janë në vendin e parafundit në Europë për mbulimin e shpenzimeve me pensionin e tyre. Pra mbulojnë vetëm 29%, as 29% plotësisht jo, po 29% për rrumullakosje të shpenzimeve mujore. Këta që dalin që në orën 7 mëngjesit për të votuar socialisten, dhe këta që u ka rënë fati tani, kanë telefona në dorë dhe vazhdojnë akoma parti e në verë. Më vjen keq shumë, se unë kam shumë miq pensionist, përveç se kam prindrit e mi, po për fatin e keq të atyre do vujnë dhe ata prej shumicës, se kjo është fati i keq i atyre. Kjo është lista, këtu, nuk e di se s'duket qartë ndoshta, këtu është Shqipëria, po a lexoj. Të përmendim një herë të dhënat. Ç'a thot? Pra, pensionistët shqiptar, siç e kemi thënë për herë, janë më të varfrit në Europë. Dhe nga dhënat e publikuara nga Euronewsi, tregon se nuk sigurojnë dot një jetë dinjitoze. Pra, një njeri që punon gjithë jetën, pagun taksa, pagun sigurime shoqërore, kujton gjithë jetën, nuk ka para për ta mbyllur jetën në mënyrë dinjitoze, siç do duhet ta mbyllte një pensionist. Dhe ne jemi të parafundit. Ne të fundit lëm në Europë, kush është kjo? Është Gjeorgjia. Pra 29% mbulon Shqipëria, pra një pensionist shqiptar mbulon vetëm 29% të shpenzimeve mujore, pa llogarit pagesë qiraje. Pra ata që kanë qira është akoma më keq të shpenzimeve. Edhe dhënat janë shumë interesante. Është e 2025-s kjo. Evropa është e ndarë kjo, në Evropën veriore, perëndimore, pensionet shpesh i plotësojnë ose i tejkalojnë, pra në vendet e pasura, që dihet kush janë Luksemburgu, Italia, shumë interesante. Pra një pensionist në Luksemburg, po themi një vend vogël, shumë më të vogël se Shqipëria, mbulon 225%, pra i del dhe i tepron pensioni. Në Itali 210%, në Finland 208% të shpenzimeve mujore. Spanja e ka 199%, do i lexoj gjitha këto. Danimarka e ka 189%, Islanda 179%, Norvegjia
e ka 178, Gjermania 176, Belgjika 170, Austria 165, Franca 160, Holanda 159, Suedia 158, Zvicra 131, Islanda 126, Mbretëria e Bashkuar ose Anglia 120, Polonia 112, Çekia 108, Greqia 103. Pra, një pensionist në Greqi, pensioni i mbulon 103% të ardhura nga pensioni, pra i mbulon shpenzimet e 103% të muajit. Kosta e jetesës mbulohen nga pensionet shtetërore duke përjashtuar qiran. Pra ajo që thash, qiraja nuk futet këtu, nuk llogaritet fare qiraja. Se ka dhe pensionistë që janë me qira. E di pse po e them, po e përmend shpesh këtë, po e theksoj këtë me qiran, sepse sot ka ndodhur një fatkeqësi në një fshat të Fierit. E ndoshta i çik si ngjarje dhe është e dhimbshme, nuk do merrem shumë me atë, po ishën dy pensionistë, kanë debatuar me njëri tjetrin edhe burri i ka marrë jetën gruas edhe vetes vet. Ne heqim këtë pjesë, punët e atyre, po problemi ishte social. Dy pensionistë, për ju që më dëgjoni, pra si vëllezër si motra tujët, kishin 9 fëmijë, nuk kishin asnjë fëmijë në Shqipëri. A mendoni dot, nuk kishin asnjë, as 2, as 3, po 9 fëmijë, i kanë dhënë këtij kombi 9 fëmijë dhe nuk kanë asnjë fëmijë në Shqipëri. Ua ka përzon keq qeverisja, hajdutëria, vjedhja. Për probleme pasaj që një fëmijë kishte pas probleme me lëndë narkotiku i dumbixhozin e këto, u hyri konflikti prindërve, se dhimbësuria e prindrit është e pamat, tensionet e kujtun të vetmuar, mendojeni vetë, kanë shku në atë vendimin fatal. Pra, kjo është një plagë sociale, kjo ngjarje që ka ndodhur sot. Nuk po them se çfarë duhet i bënte shteti atyre, se nuk e dinte çfarë do bënte, po shteti, ky pushtet, për fat interesant shumë është në qarkun që mbulon Belinda Balluku. Varfëria ka arritur kulmin. Dhe kur varfëria arrin kulmin, tensionet sociale rriten. Pra rriten, shtohen, se fillojnë sherrët. Një familje që s'ka para, një familje që ka 9 fëmijë edhe s'ka asnjë këtu, normalisht këto probleme do lindin, probleme të tilla shkatruese. Deri në vendime kështu, në akte fatale, siç i kanë marrë ata. Pra, llogariteni tani në kushtet që jemi sot. 29%, me çfarë e mbuloni pjesën tjetër të shpenzimeve? A e mbuloni me djersën e fëmijëve që punojnë jashtë? Ju që keni fëmijë që punojnë jashtë, ju që s'keni, nuk e mbuloni dot. Pra e kuptoni çfarë dëmi, dhe ju jeni pensionistat, janë hambari kryesor i votave të këtij pushteti kleptokratik që ka instaluar Edi Rama në Shqipëri. Dhe kjo është me të dhëna, nuk është se e them unë. Pra shkoni qorazi. Edhe zini radhë atje, që në 7 mëngjesit, për të votu Partinë Socialiste, se kështu ka votu gjyshi, kështu ka votu budalliqe, ndërkohë s'keni asnjë fëmijë në shtëpi, s'keni 2 lekë në xhep që të shpenzoni për të ushqyer, jo më për ilaçe apo ku e di unë, të mendoni ju që të shkoni të jetoni në një vend më të rahatshëm, pra në një vend që është më pak i ndotur, që s'ka trafike, kujtun të ne, siç fjala vjen, mendojnë pensionistët italianë dhe vinë në Shqipëri, ose siç shihni nëpër rrugët e qyteteve të Shqipërisë, një 60% e turistave që vinë në Shqipëri janë pensionistë. Pra u del atyre, u del se u mbulon 200% të shpenzimeve pensioni, u mbulon 100%, u mbulon 125%, u mbulon
80%, 60% u mbulonte, 70% u mbulonte të Maqedonisë Veriut. Ja ta shoh për kuriozitet për Serbinë. Sa e kishte Serbia, këto venet e rajonit. Ja ta shohim këtu. Greqisë thash 103, Malizi 89%. A shihni ku jemi? Pra 89% të shpenzimeve mujore të Malizi pensionistave u ambulon pensioni vet. Malizi. Serbia 68%. Mos harroni, Shqipëria vetëm 29%. Maqedonia e Veriut 61%, Bosnia 53%, Moldavia 42%. Pra shifeni çfarë ndodh në vende me fuqi ekonomike shumë më të vogël se Shqipëria, pensionistët kanë mundësi jetese shumë më të mirë se sa pensionistët tonë. Maqedonia e Veriut është më e varfër se Shqipëria. Nuk ka naftë, nuk ka minerale sa çka Shqipëria, nuk ka turizmin që ka Shqipëria, se s'ka det. Edhe Serbia po ashtu, por qeveritë e tyre kanë punu që t'u rikthejnë diçka mbrapsh moshës tretë, t'u rikthejnë diçka nga kontributi që kanë dhënë për shoqërinë pensionistët. Ndërkohë në Shqipëri, pensionistët vetëm se e marrin qafë këtë vend, marrin qafë fëmijët e tyre, duke shku me dhënë votën qorrazi. Pra, ka prej atyre që u bëjnë presion fëmijëve, duhet me votu socialistin, duhet me votu socialistin, pra ka dhe turpe të tilla që ndodhin në Shqipëri, por spitalin u heqin fëmijët. Njëherë pushime ku shkon prej atyre u heqin fëmijët, për të ngrënë edhe për të pi se këto 29% që janë as janë, ndoshta dhe fatura ujit e dritash. Po tani që është rrit nafta, është rrit çmimi i naftës, llogariteni gjithë shtetet po marrin masa, ky kryeministri që votojnë këta, se do votojnë se kështu ka votu baba, kështu ka votu gjyshi, nuk e rrun fare që të ndërhyjnë. Janë mbi 750.000 pensionistë. Pra kategoria që e pagun më shtrenjtë rritjen e çmimit të karburantit, sepse kur rritet karburanti, rriten perimet. Kur rritet karburanti, rriten frutat e rriten çmimet e ushqimeve të tjera. Pra rritet kostoja e jetesës. Tani 750.000 pensionistë në Shqipëri, a kanë makina, s'kanë 1-2% e tyre. Pra nuk janë përdorusit kryesor të mjeteve, të automjeteve. Pse duhet këta 750.000 njerëz të paguaj një kosto për një gjë që se përdorin? Pra, nuk ka logjik, nuk e ku e ve fare. Kështu që mu më vjen shumë keq, i përshëndes gjithë pensionistët që më ndjekin mu, i falenderoj shumë. Nuk kam asgjë unë me pensionistët, pra mos kujton e njëri se kam në gjë me pensionistët, tash edhe njëherë kam miq shumë pensionistë, kam prindrit, kam gjithë, por ata duhet të reflektojnë, duhet t'i shpëtojnë shplarjes trurit, edhe mos vazhdojnë ta marrin më në qafë këtë vend. Sepse po e marrin qafë, e kanë marrë qafë në të shkuarën dhe po vazhdojnë ta marrin qafë në të tashmen edhe në të ardhmen me votën. Sepse fatkeqësisht kanë të drejtë vote. Se në Shqipëri, që të rregullohet Shqipëria në fakt, do duhet që mbi 65 vjeç e sipër duhet u lësh drejtë vote fare. E të votojnë vetëm këta që heqin në kurriz prodhimin, që prodhojnë. Ai që ndjen në kurriz rritjen e çmimeve, ai që ndjen në kurriz rritjen e karburantit, ai që ndjen në kurriz rritjen e taksave, rritjen e çmimit të ujit, të dritave, kujtën gjithëmëra krye familjarët e, po themi, poshtë pensionit e poshtë. Se kjo mosh, që është e fiksuar, jo është shplat truri, ka 50 vjet, 60 vjet që është shplat truri, e ka shumë të vështirë ta kuptojnë, domethënë kanë hyrë në një fazë tjetër të pandjeshmërie, ju kanë ikë fëmijët jashtë shtetit. Unë di plot raste, për shembull në
këto zgjedhjet e fundit që kalun, di plot raste miqtë e mi, shokët e mi, shoqet mia, emigrant që thoshin ore më çmeni baba, më çmeni nona se më thon voto socialistën thot. Pra, e kuptoni ku jemi. Një çmenduri, një psikoze smur e turpshme që kjo lloj kategorie, kjo lloj moshe që duhet të mësonte të rit, duhet të mësonte fëmit, po i merr në qafë. Nuk i dhimbset që si ka fëmit këtu. Nuk i dhimbset që me nerë lën pretkun në emigracion, po i rrjepin, u kërkojnë para sa herë duan edhe në fund fare thonë votoni socialistën. Kjo është e turpshme. Du të mangjojnë gjithë pensionistët këtë videon, sepse thash edhe një herë, nuk kam gjë me kënd nga këta. Po kjo është e frikshme. Pra, punosh gjithë jetën, gjithë ju, këta që më ngjojnë mu, po edhe fëmijët atyre që më ngjojnë, që kanë njëri pensionista në shtëpi. Ore kam punu gjithë jetën për këtë vend, kam punu në për miniera, kam punu në arsim, kam punu në shëndetësi, kanë bo bonifikime, kanë bo punrat më dhaja që kanë bo pensionistët, sepse ka qenë mosha atyre që janë pension sot, ka qenë fuqia kryesore punëtore në kohën e Enver Hoxhës. Edhe kanë punu, kanë bo punë të jashtëzakonshme, kanë bo hekurudha, kanë bo rrugë, kanë bo hidrocentrale, të gjitha me krah, kanë hap toka të reja, kanë bo bonifikime. Pra një punë e jashtëzakonshme që është bo për këtë vend, veprat që kanë bo ata kanë ngel akoma dhe sot, po në kohët e Enverit u dilte pensioni atyre. Sot nuk u del më. Që ata du ta kuptojnë që kohërat kanë ndryshuar. Kohërat kanë ndryshuar dhe nuk mund të vazhdosh më si idiot të thush që unë do votoj për këtë se kam qenë socialist gjithë jetën. Mund të kesh qenë socialist gjithë jetën ti, po duhet të jetë Partia Socialiste sociale, që të kthejnë diçka mbrapsht ty nga puna që ke bë. Jo ti, unë kam qenë socialist, edhe socialistët pasurohen, ata rilindësit, ata sen socialist, i klik mafioze, me gjithë kabineti e Edi Ramës, gjithë deputetët e Edi Ramës janë super miliarder, familjarët e tyre janë super miliarder, me biznese, me gjitha e kanë siguru veten e tyre në 5-6 breza të ardhshëm, dhe ju shkoni ju jepni votën turp e faqezez. Turp e faqezez ju jepni votën atyre dhe fëmijët tuaj janë jashtë. Siç e thash atë rastin atje, 9 fëmijë, ai çiftin fier, të 9 jashtë shtetit. Ka tragjedi më të madhe se kjo? Unë nuk e di se çfarë të them. Ju falenderoj gjithëve që më ndiqni. Falenderoj veçanërisht ata 10 e fundit që u bën 1000 këtu te ndjekësit te kanali YouTube-it në kohë rekord. Kjo tregon që pavarësisht se hynë disa shajnë, ofendojnë e kështu. Kjo që them unë është shumë afër me vërtetën dhe me ndërgjegjjen e atyre. Unë nuk i sajoj këto, nuk them kur gjëra që si të përpiqem t'ju pëlqej juve, unë them gjërat që mendoj unë se janë të drejta, kujt i pëlqejnë mirë, kujt si pëlqejnë prap mirë. Mirë është që të komunikojmë me një farë etike me njëri tjetrin, të kemi kundërshtitë gjitha, po pa ofendu. Se më thonë disa jo po pse ofendon ata në Facebook e kujtun gjitha me radhë, janë të poshtër, janë të ndyrë. Dhe unë nuk kam ndërmend kur të sillen me teorinë që budallajt hapi rrugë. Unë budallajt nuk i hap rrugë, nuk kam për t'i hap njëherë kur rrugë budallajt. Se duke i hap rrugë budallënjve, e morën për budalla kundërshtarët politik, miqt politik Edi Ramën, e morën për budalla, e kanë marrë për budalla që në 98-ën, edhe shifeni ku është sot. Duke i hap rrugë budallajt, nuk ka teori, vetëm në Shqipëri ekziston kjo, vetëm në popullin tonë ekziston kjo, që budallajt duhet me i hap rrugë. Jo, budallajt nuk duhet me i hap rrugë, budallajt duhet me i tregu vendin. Kështu mendoj unë, edhe kështu veproj, prandaj veproj dhe ashtu siç e keni pa në rrjetet sociale. Verni gishtin kokës. Keni punu një jetë të tërë për këtë vend dhe merrni mbrapsh vetëm 29% të shpenzimeve mujore që keni.
Kur shkoni me ble djathin e keni 15.000 lek 1 kilogram djath, e keni 20.000 lek kilogramin e mishit, e keni 2.000 lek atë litrin e qumshtit, e keni një bidon ujë herë, se po shkojmë këtej larg, ta që jetojnë në qytetet më dhaja që pinë ujë, një bidon ujë, nga këto të mëdhej çajnë to 5 kilshit, 5 litë roshët, është 1.200 lek. Pra dhe ujin, po ta llogarisësh, nga i bidon ditët se do pish edhe do gatush, 2 pleq, nga i bidon ditë i thon 30 bidona në mujet. 30 bidona në mujet i thon 30.000 lek, 30, ca i bia afërsisht 30.000 lek. Vetëm ujë. A jetohet vetëm me ujë? Këtë pyetje bënja vetes tuaj.